Një mëngjes të dashur miq, ju përshëndes këtu nga Bedonalja e Shkodrës. Dolem herët sot, ora është 4:30 e mëngjesit. Desha t'ua paraqes një copë Shkodre, një copë nga zemra e Shkodrës, një copë nga qytetaria e Shkodrës, edhe nga begatia e saj. Unë mendoj që kemi humbur shumë çka duke dëgjuar lajmet kota nëpër media anti-shqiptare. Kjo është bukuria e Shkodrës, kjo është pasojtia e Shkodrës. Pra, nuk desha të bëj gjerime në gjatë ditës, sepse nuk e di se si do ma merrnin qytetarët. Prandaj vendosa që të zgjohem herët edhe të marr nga i ajri i ëmbël shkodran, nga i ajri që t'jep jetë, ku qetësia ka ra plotësisht. Lusë Allahun t'i japi mirësi këtij populli. Sa për informacion, unë këtu jam në turneun e Kuranit famlart. Kuptohet, kam këndu edhe ilahi, kam recitu, më falni, edhe poezitë e mia. Shikoni çfarë qytetarije si nuk e gjen askund në botë. Xhamia përballë kishës. Dhe kjo është një monument, një kështjell e fortë e një bashkëjetesë, nuk mund ta quajmë në bashkëjetesë, është një bashkëdashni e ushqyer prej njëjtit gjak shqiptari, prej njëjtit gjak njerëzor, për vllaun e vet që ka fen tjetër, ka mendimin tjetër, absolutisht pa kur far teklifi, si thojmë na. Pra këtu është kisha franceskane dhe këtu është xhamia madhështore e Ebu Bekër. Këtu i kom rënë sejdë Allahut për herë të parë, këtu kom fal namazin e parë në jetën time. Allahu e pushtof me dashninë e vet këtë tokë. Dhe inshallah nxjerr, vazhdon të nxjerr dietar edhe udhëheqësa drejt me shariat nga kurrizi i këtyre bijve të fesë islame. Kjo është xhamia e Ebu Bekër, njerëz. Kjo është madhështoria. Ju dua shumë, njerëz.